Sa e ditë sot? Pa, nesër, amas nesër thot. Me një kompjuter, në qysh në 5. Qysh në orën 7 të jena në rrallë, s'kena kry punë. Bicikletë që. O nesër prep, është e treta ditë që vi. Pavarësisht se është mbrëmje dhe kanë mbi 7 deri në tetor që presin në radhë, ata akoma nuk kanë arritur të paguajnë faturat e tyre. Situata më problematike vjen të paraqitet tek zyra OSHE, tek shkolla Jordan Misja. 7 orë gjysh. Të briqë, sa ka të thonë. Të briqë të, dhe kur gjanë. Kur gjanë, dhe i pa rrim me shprejtë as gjanë, ora 7 e gjysh, të thojnë ma mëllin dash. Ja, thonë, shumë mas rrallet, po që më gojë kur rrallet, po jemi smuri dhëmë, me herë fiskale, me dresje, me të birë. Prej kurizi jam këtu me pagu drejtës prej orës 4, edhe nuk ka gjanë. Prej në orën 8 natjes, jam i to, unë jam nga fermentimi. Edhe, në fund me stipitor. Problemi që si me stipitor, që unë semi sotim me pagu leku, në qo se unë e kam në qepë për shemë, që semi sotim me pagu leku. 3 orë kam që rritu. I to e fut njësme, atëre nuk të fut ne. E to të nëjë, të dira. Pritjet krijojnë atërim ndërsa nuk mungojnë përplasjet me njëri tjetrin, por edhe me forcat e policisë. Por vendimi i qeverisë shqiptare që zyrat e OSHE të qëndrojnë të hapura deri në orën 22 nuk po gjejnë zbatim. Nëse ata nuk arrin të paguajnë faturat, do të duhet të udhtojnë nga larg dhe të rikthehen sërish avazit të nesërmen, me shpresën se kjo pritje do të përfundojë. Ndërsa në mendjen e tyre është 28 shkurti, afati i fundit për të lidhur kontratat dhe për të përfituar zbritjen me 80% të kamat vonesave dhe pagesën me kësta.